Kujdesi shëndetësor parësor luan një rol të rëndësishëm në monitorimin dhe trajtimin në shtëpi të pacientëve me simptoma të lehta e të moderuara të COVID-19 në përputhje me udhëzimet dhe protokollet kombëtare. Projekti Zviceran, Shëndet për të gjithë, po mbështet qendrat shëndetësore në qarqet e Tiranës, Dibrës dhe Fierit, duke u siguruar pajisje mjekësore dhe mjete të mbrojtjes personale. Qëllimi kryesor i kësaj mbështetje është parandalimi i përhapjes COVID-19 dhe ofrimi një shërbimi cilësor në banesë për pacientët e infektuar me simptoma të moderuara. Në këtë kuadër, përfituese ka qenë edhe qendra shëndetësore Portës në Fier, e për specialisten e hap Altina Peshkatari, puna nuk ndalet këtu. Projekti Shëndet për të gjithë po mundëson pajisje oksigjenerator plus pajisje personale mbrojtëse, maska, veshje mbrojtëse, doreza për përballimin e kësaj situate. Ne jemi duke shpërndar 58 aparate oksigjeni për menaxhimin e rasteve të lehta apo të moderuara në kushte shtëpie në qendrat shëndetësore të kujdesit shëndetësor parësor në Tiranë, në Fier edhe në Dibër, në qarkun e Dibrës. Këto aparate oksigjeni do të përdoren tani në momentin për menaxhimin e pacientëve me probleme të Covidit, por edhe në një fazë tjetër për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në kushtet e shtëpisë, pra në banesë, nga stafet e qendrave shëndetësore të kujdesit parësor. Kjo mbështetje e hap është vlerësuar edhe nga mjeku i kësaj qendre, doktor Eduard Mustafaj. Ky projekt na ka ndihmuar në shumë drejtime, nuk është momenti vetëm që na ka ndihmuar, por në rastin konkret që flasim, kjo pajisje na ndihmon shumë sepse ka problematika të ndryshme me të gjithë individët ose pjesëtarët e komunitetit që janë prekur nga kjo sëmundje kaq e rëndë dhe ne na vjen në ndihmë për rastet e moderuara siç tha edhe Altina, për të ndihmuar sado të mundim në këto momente që personat ose të prekurit nga ky virus ta kalojnë sa më lehtë atë pjesë të sëmundjes. Nëse do ketë problematika të tjera, kuptohet që ka instanca të tjera, ka sisteme të tjera shëndetësore që merren me menaxhimin e rastit. Për ne, jo vetëm ajo maskat, shumë ndihma që na kanë dhënë ky projekt është për ne shumë i rëndësishëm. Dhe shpresojmë që të vazhdojmë në këtë bashkëpunim edhe në këto momente të vështira, po dhe më pas. Duhet theksuar fakti se më herët këtë vit, Zvicra ka mbështetur autoritetet shëndetësore shqiptare në menaxhimin e krizës COVID-19 përmes durimit të respiratorëve për spitalet Covid. Gjithashtu, në saj të mbështetjes zvicerane, u mundësua shpërndarja e maskave mjekësore për ekipet e 100 qendrave shëndetësore të Tiranës, Dibrës dhe Fierit, si dhe i seteve në materiale informuese dhe edukuese rreth COVID-19.